Kollonte dhe njëkohësisht edhe ta dërgonte në përqendra sportive që ku ka ndjekur mësimet, e dim që ka qenë në gjendje jo dhe aq të mirë financiare, mirë po asnjëherë nuk e ka penalizuar kjo çështje Zhegrovën, e Donin për shkak të përkushtimit të nënës, sigurisht edhe të babës së tij. Sigurisht është një rrugëtim siç ti e cekje që nuk ka qenë i lehtë, edhe sidomos nënat shqiptare janë ato që bëjnë gjithçka dhe janë aty për fëmijët e tyre duke ndërmarrë dhe sfida dhe duke u dhënë forcë, dhe padyshim që dhurata simbolike është një vlerësim, le të themi, më i pakët që e doni, që ka treguar që e ka lidhjen shumë të fortë me familjen e tij, por që është edhe një djalë tradicional shqiptar me një zemër të madhe dhe gjithmonë përkujdeset për familjen e tij dhe nuk harron që ta tregoj që se kush është dhe se si ka ardhur në këtë pikë, dhe kjo falë mbështetjes së familjes është një shembull i bukur dhe një shembull tipik i një familje që me çdo mund kanë arritur tani më që e Doni është në të majën e suksesit të tij dhe një nga emrat më të mirë të sportit. Po na mbajnë bankën rezervë, Redion. Nuk e kemi pa ende të luajt në fush me fanelat e Juventusit. Besoj se do të vi momenti së shpejti. Shpresojmë që së shpejti. Kemi lajme tjera, Bletina? Po, kemi edhe trendin e ri, po e quaj kështu të shkrirjeve të fillerave, këtë e ka përfshi edhe ish banuar në Big Brother Ana Jupe, e cila në një pyetje në Instagram është pyet se sa miligram ose mililitra sa i thojnë i ka buzët, edhe ajo ka tregu që i ka shkri buzët në fakt edhe nuk përmban më fillera. E njëjtë ka ndodhur edhe me plot influencerë tashmë në rrjetet sociale të TikTokut, Instagramit, po me sa duket është një trend që ka ardhur prej Amerikës më saktë, për shkak që i kemi pa motrat Kardashian ku nga ato format e tyre qoftë trupore ose edhe në fytyrë kanë pas shumë të theksuara, qoftë fillerat apo edhe BBL. Po, e vërtet. Mirë po, ato e kanë sjellë edhe këtë trend, me besoj edhe tek ne duke pa që gjitha influencerët, jo nështë gjitha, po një masë më dhe postojnë video duke i shkrirë edhe duke ju kthyer naturalitetit. Apo, Redion? Në këtë rastin e Anës t'i bie që më fatlumi është Kevini, se ka për të pusur buz bio dhe pa këto fillera dhe pa këto situata, por më vjen mirë që Ana le të themi jep edhe një lloj mesazhi për vajzat e reja që të mos i bashkojnë këtij trendi që bëjnë ndërhyrje në një moshë shumë të vogël ku Zoti le të themi ju ka falur bukuritë natyrale, pa diskutim që vjen një moshë ku kujdesi duhet shtuar, por në këtë moshë kaq të vogël me fillera, me botoksa, me ndërhyrje, besoj që duhet i iki pak ky trendi, edhe pse ka shumë figura publike fatkeqësisht që dalin në ekran të shpërfituara të bombastike, por po shikojmë që ka një ulje të përdorimit të këtyre ndërhyrjeve si me fillera, me botoks apo dhe ndërhyrjeve estetike. Në fakt një trend për mirë unë e kisha cilësu për shkak që si që tha dhe Redioni, vajzat e reja nuk është që ka nevojë shumë për këto lloj ndërhyrjeve, sidomos ekstreme që i kemi pa duke pa që kanë dalë në përmasa të tepruara. Sigurisht ndoshta pas të 40-ave ka nevojë një mirëmbajtje lëkura, por në të 40 ose 30 po them. Po në të 20 ato po kemi edhe raste kur vajzat 14-15 vjet kur e kemi trajtuar këtë temë kanë dashur me bëj këto lloj ndërhyrje, kështu që ndoshta kjo do të ndikojë për mirë duke i pa ftyrat publike tek ndjekun këtë trend. E një prej ftyrave publike që është diskutuar shumë është Melinda Ademi. Ajo është përfolë se nëse është shtatzan pas fejesës që e pati, me njëherë, po interesant nuk është që ka pas ndonjë postim ku është dogma e mbushur ose diçka, po thjesht fansat kanë aludu që pas fejesës ose ju ka duk diçka e ngutshme, edhe pse dihet që çifti janë në lidhje goxha moti, kanë aludu në shtatzani, po që artistja vetë ka reagu që nuk është shtatzan, por han kur është e lumtur. Do thotë është e lumtur. Me këtë rast ka hedhur një kunjë edhe Anisa, e cila edhe ajo është në Turqi me pushime, Anisa që ka qenë në Big Brother, edhe duke thënë që ushqimi më shijon shumë dhe jam fryrë, nuk e di nëse ka ndonjë kunjë me Lindën, por me sa duket e ka parë lajmin që Melinda ka thënë që nuk jam shtatzan për vetëm ushqimi më bën të lumtur, dhe e pash që mund ta lidh me këtë situatën e Melindës edhe këtë postimin që kishte bërë Anisa, duke thënë që nuk jam
shtatzan, ose duke thënë trajner së saj më saktë që më falë, por ushqimi po më shijon. Një prej lajmeve që nisin fakt këtu tek ora 7 është ajo për Ceki Hotin, ku intervistën e pare pati këtu pak para nisjes për në vendi ku do t'i propozonte të dashurës së tij në Indonezi, se po ngatrohet me shtetet e tjera. Ai pas një vit ka kaluar 17 shtete dhe 23 kilometra me biçikletë. Pas një viti e 3 muaj unë mbaj mend kur gjatë kohës kur e aranxhonim intervistën tregonte se ai kishte shumë problem qoftë edhe për pajisja, po edhe ato emocionet para nisjes së rrugtimit, por që tashmë pas një viti e 3 muaj po e shohim që ka arrit një Sa kilometra me biçikletë? 23.000 kilometra. Sepse tha vetëm 23 kilometra. 23. Turoj, atë shpejt. Po që Po vjen shumë mirë, shpresojmë që s'ka mu dëshpëru nga e dashura se nuk e ka taku asnjëherë, dhe po shpresojmë që Ceki dhe dashura e tij kanë me pas një jetë të shëndetshme, të lumtur së bashku, edhe ta kemi edhe Cekin dhe dashurën e tij, gruan e tij të ardhshme në intervistë në studion tonë. Në fakt, po shpresoj shumë, po në fakt është një rrëfim për dokumentar se si u bë pjesë e 3 luftrave që qëlloi në Iran në momentin që u sulmua, pastaj edhe në shtete të tjera në Pakistan gjithashtu. Ku ka pas luftë ka qellu Ceki gjatë kësaj periudhe një vjeçare apo më shumë se një vjeçare. Një vjet e 3 muaj. Që është nisur drejt të dashurës së tij në Indonezi. Po, në Indonezi edhe madje ka pas edhe probleme për pasaportën e Kosovës, ku në disa shtete edhe nuk e kanë leju të hyjë, është dashur të gjej alternativa që ja kanë zgjat në fakt udhëtimin. E kemi pas edhe normal në intervista ndërkohë ku tregonte se ka gjetë streq qoftë në xhamia apo në shtëpiat e personave që kanë qenë zemërhapur edhe e kanë mikprit. Jam shumë e lumtur që Ceki ja doli këtij udhëtimi, kësaj nisme që jo gjithkush do ta bënte. Bravo, e ka bërë për dashurinë e tij, të dashurën e tij dhe veç edhe poja edhe kompletohet. Besoj që pone ka marrë në momentin kur ka marrë vendimin të niset nga Prizreni në Indonezi me biçikletë. Blerina, faleminderit. Po, ka diçka për shtuar Edioni. Lutem. Dhe bukura në këtë histori është që pikërisht në Indonezi, që shteti nuk e njeh pavarësinë e Kosovës, vjen ky rast kaq i bukur dhe kjo histori që uroj që